1.800. Po thosh 1.800. Rakita të zhbile që janë bote. 1.800 s'ka pas as aeroplana. Certifikatën që e ka Keka është certifikatat që ka ndodhë para këtë vit. Javën e kalume më sakt. Qashtu? 2 javë. 2 javë. 2 javë. Këtë medaljen tjetër, këtë certifikatën tjetër, këtë certifikatën tjetër është certifikat e vitit kalum. Mirë po, renditja jote, para një viti dhe pas një viti, e ka një dallim. Këto je në pozitën e 29, apo? Po. Hajtë tregona pak për këtë pjesëmarrje, edhe mandej tregona për pjesëmarrjen këtë vit që ke zonë vendin e parë. Këtë pjesëmarrës, Në këtë garë? Në këtë garë, këtë jam konë në gorat ndryshme, këtë shtem Ateneo. Dhe këtë kom fitu digital server metrally. Jo se kom fitu këtë oficial, ama kom fitu digital. Atë kom fitu për një me dhe kena me... Zyrtare, kena mi marrë medalit në periudhën 4 janar deri me 19 janar. Ku kime shku me marrë medaljen? Maja në Orlando, në Amerikë. A je i lumtur që kime shku në Amerikë? Shumë. A e ke mendu na i herë ma herët që udhëtimin e parë në Amerikë me bo në moshën 8 vjeqare? E ko mendu 10 vjeqare, 12. Po jo ka qerët? Jo ka qerët. Apo eshe që me mësu edhe me qeni sukses që më vinë edhe gjanat e bukra? Përfa. Na po më duket ma herët e përmendem edhe Disney Worldin, po më duket Disney World është në Orlando. Po më duket. Edhe është Universal Studios. Edhe Universal Studios. Ki qaf me shku me i vizitu? Po, dhe me grëb kena me shku me i vizitu. Dhe edhe atë ku NASA kanë që raketën. Kime shku me i vizitua? Kur ka shku Neil Armstrongu. Neil Armstrongu kur ka shku në Han. Po. Në vitin 1960 më duket. 69. Në vitin 1969. Po, shumë afër ke, bile e kom pas që të pytje ja kom bo fëmijëve në aspo as jo, ata kanë qenë shumë larga. Bile dikush parandu më tha 1800 e diçka. 1800? Po, thosh 1800. Rakita të zhbile që janë bote. 1800 s'ka pas as aeroplana. As s'kanë mujt me fluturu njështë, ata mëneshin që ka shku në Han. Mirë, e tash për, mundemi me qitë edhe foton, për udhëtimin e Nilit në Orlando, do më thonë nëse ka dikush që është interesum në kompani ose diçka me e sponsorizu udhëtimin, do më thonë familja pranon, do më thonë donacione nga bizneset të ndryshme që mundën me e sponsorizu këtë udhëtim, edhe në anën tjetër i shërben edhe biznesit mirë, pasi që me këtë promovohen edhe ata, do më thonë që pëndimojnë një triu, një gjeniu tri me e përfatsu Kosovën në një garë kaq të rëndësishme. A kime pas detyra dhe atjave që kanë me marrë medalën? Edhe atje kime pas. Edhe atje kime pas garë, edhe atje të mënë finale? Atje grand finale. Grand finale e madhe? Finale, po.